Allahut qoftë edhe për mbi gjithë ju, Allahu ju dhe mëshirov dhe ju bekoh gjithë. Dhe sigurisht ju ka mëshirov dhe ju ka beku, përderisa në këtë orë jeni aty ku përmendet Zoti, aty ku këndohet Kurani, aty ku njerëzit thirren në shpëtim. Vëllezër besimtarë dhe ju besimtare, Allahu ju mëshirov gjithë. Për sot e morëm një ajet për ajeteve të Kuranit, që bën fjalë për një çështje shumë të rëndësishme. Apo si të them, çështje që nëse ne nuk e realizojmë, nuk jemi për atyre, ka shumë mundësi që veprat tona të shpejtojnë. Krahas lodhjes tonë, Allahu xhelle xhelaluhu na drejtohet dhe thotë: Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besu, keni frikë Allahut me sinqeritet plot të zemrës dhe jeni, bëhuni, bashkohuni me ata që janë sinqertë. Sigurisht është fjalë e madhe, sepse është kelamullah, janë fjalë pa zëvendësueshme, nuk janë të ngjashme me fjalët e njerëzve. Edhe normalisht njerëzit përpara Zotit xhallahu me këtë kushtetuar, me këta ajete do të përligjen. Dhe absolutisht me gjatë tjetër. Nëse kanë qenë rregull me këto, atëherë kanë qenë rregull edhe me punët e dunjas, punë të cilat na afrojnë për ta fituar xhenetin. E para Allahu xhelle xhelaluhu thret: O ju që keni besu, pra kjo barë, për të qeni sinqert, është për ata që besojnë. Dhe ju që keni besu, thotë, jeni gjithmonë në kujdes, në frikë respekt, ndaj Zotit xhelle xhelaluhu. Edhe mas tini ndryshe. Ja eyyuhalladhina amanu taqullah wa kunu dhe bëhuni, bashkohuni, afrohuni, jeni me as-sadiqin, me ata që janë sinqert. Allahu xhelle xhelaluhu në një ajet tjetër të Kuranit i përmend bashkë burrën edhe gratë. As-sadiqine was-sadiqatin. Burrë dhe gratë. E adë Allahu lahum magfiratan wa ajran adhima. Përmend sinqertit, adhuruesit e sinqert, përmendësit e Zotit, ata që ruajnë nderin, ata që falen rregullisht, ata që agjërojnë, burra dhe gra, e në fund fare thot: E adë Allahu lahum magfiratan wa ajran adhima. Tek Allahu thot do të kenë falje të madhe, shpërblim të madh, të pallogaritshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allah